Qantën e ka në krah, por hapat nuk po i bën drejt shkollës. Ky nxënës, ashtu si gjithë të tjerët në Prishtinë, nuk do të mbajnë mësim këtë të martë. Kjo pasi Drejtoria e Arsimit në kryeqytet njoftoi për anulimin e procesit mësimor, shkaku i rreshjeve të mëdha të shiut dhe paralajmërimeve për vërshime. Ky vendim është marrë edhe në koordinim me kryetarin e kryeqytetit dhe është masë preventive e sigurisë për fëmijët tanë. Vendimi u është komunikuar prindërve dhe nxënësve me vonesë nëpër grupe. Ani pse rreziku për vërshime me 18 dhe 19 nëntor ishte paralajmëruar qysh moti nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Sipas paralajmërimit, zonat më të rrezikuara në territorin e Kosovës janë rrjedha e mesme dhe e poshtme e Drinit të Bardh, Bistrica e Prizrenit, Mirusha, Topluha, Ereniko, Bistrica e Deçanit. Ndërkohë, Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka bërë të ditur se ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për menaxhimin e situatës. Shënjestër.net